Skema e re e shpërndarjes së bonusit për pensionistët ka nisur të zbatohet që prej muajit janar të këtij viti. Burime nga Ministria e Ekonomisë bëjnë me dije se qeveria po shpërndan një fond total që varion nga 8 deri në 9 milion euro në muaj në formën e bonuseve direkte për të moshuarit. Sipas rregullave të reja, pensionistët që përfitojnë pension të pjesshëm ose që kanë të ardhurat deri në 22.000 lekë në muaj marrin një shtesë prej 800 lekësh çdo muaj. Ndërsa për ata që kanë pension të plot por nën kufirin e 40.000 lekëve, bonusi rritet deri në 1.800 lekë në muaj. Ky mekanizëm synon të funksionojë si një formë rishpërndarjeje mujore për të zbutur efektet e inflacionit, duke u fokusuar kryesisht te pensionet e ulta dhe ato mesatare që ndodhen poshtë pragut kritik të konsumit. Megjithatë, gjendja e pensionistëve në Shqipëri mbetet sfiduese. Rritja e kostove të jetesës po ecën më shpejt se sa indeksimi të ardhurave. Sipas përllogaritjeve të organizatave ndërkombëtare, pensioni mesatar në vend mbulon vetëm rreth 30% të shpenzimeve reale mujore. Në këtë kontekst, bonusi prej 8.000 deri në 1.800 lekë konsiderohet një ndihmë e kufizuar që nuk garanton përballimin e plotë të nevojave mujore për një pjesë të madhe të moshuarve. Ndërkohë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor po ndjekin politika më agresive në mbështetje të pensionistëve. Në Serbi, pensioni mesatar pritet të arrijë rreth 488 euro brenda vitit 2026, ndërsa Malizi ka vendosur një nivel minimal pensioni rreth 450 euro, duke u pozicionuar dukshëm mbi mesataren rajonale. Vështirësitë ekonomike po i detyrojnë shumë pensionistë me të ardhurat të ulta të bëjnë zgjedhje të vështira mes ushqimit dhe medikamenteve. Mjekët raportojnë se një pjesë e tyre ndërpresin trajtimet për sëmundjet kronike për arsye financiare, çka rrit rrezikun për komplikacione dhe kosto më të larta për sistemin shëndetësor. Në kushtet kur pensioni nuk mjafton, barra financiare transferohet te familjarët. Kjo ndikon drejt për drejt në ekonominë familjare, duke kufizuar mundësitë për investime në arsim apo zhvillim ekonomik.